SBA ofron vizë premium, $935 për intervistë brenda 10 ditësh. Administrata amerikane pritet të nisë me një program pilot që do të mundsojë aplikantëve për viza turistike dhe biznesit për shpejtojnë procesin e intervistës konsullore kundrejt një pagese shtesë prej $750, e kombinuar me tarifën standard për $185, kostoja totale e aplikimit do të arrijë $935 për person. Sipas dokumenteve të Departamentit Amerikan të Shtetit, programi do të jetë në fuqi me 31 dhjetor 2026 dhe synon të testojë interesin e publikut për një shërbim të tillë. Aplikantët për viza B1 dhe B2 do të kenë mundësinë të sigurojnë një takim për intervistë brenda 10 ditëve punë nga momenti i pagesës. Autoritetet amerikane kanë sqaruar se pagesa shtesë nuk garanton miratimin e vizës. Ajo shërben vetëm për shpejtuar caktimin e intervistës, ndërsa vendimi përfundimtar do të merret sipas të njëjtave kritere konsullore që zbatohen aktualisht. Programi do të ofrohet vetëm në ambasada dhe konsulata të përzgjedhura, lista e cilave ende nuk është bërë publike. Nëse përfitojnë përfaqësuesit diplomatik amerikan kur aplikojnë qytetarë shqiptarë kosovarë, atëherë ata do të munden të përfitojnë nga ky opsion. Nisma vjen në një kohë kur shumë ambasada përballen me vonesa të gjata për caktimin e intervistave, disa vende pritja zgjat me muaj të tërë. Administrata Trump argumenton se programi do të ndihmojë në uljen e ngarkesës së sistemit.